Njerëzit dhe mjedisi. Patos Marinza, para dhe pas Bankers. Fusha naftëmbajtëse e Patos Marinzës e zbuluar në vitin 1928 filloi të zhvillohet në fund të viteve 50 nga Kompania Shtetërore e Naftës. Mbi 30.000 banorë të kësaj zone për dekada të tëra kanë bashkëjetuar jo vetëm me zhvillimin, por edhe me pasojat e tij. Deri në vitin 2004, kur Bankers ju dha e drejta për të zhvilluar aktivitet në Patos Marinës, kjo fushë kishte shumë histori, shumica e të cilave të dhimbshme. Unë jam Simon Ranger. Kam mbaruar shkollën e lartë në vitin 1964 dhe kam filluar me punën si inxhinier në vendmburimin e Marinës. Në drejtim të shfrytëzimit dhe të ruajtjes së ambientit ka pasur disa vështirësi dhe defekte, duke filluar që nga teknologjia që është përdorur, por edhe nga avaritë që ka ndodhur në atë kohë. Me probleme dhe pasoja la ajo fontana e hapur që tashmë dihet në pusit 542, ku mjaft naftë e gas u def në ambiente edhe në sipërfaqe, por edhe më vonë vetë teknologjia e parapambetur edhe një teknologji jo e përshtatshme për konditat e këtij vendmburimi, ka pasur shumë të meta dhe me kalimin e kohës, në kushtet që u shtua numri i madh i puseve, në kushtet që derdhja e naftës ishte më e madhe, sidomos gazi në drejtim të tubacioneve dhe shkarkimeve të tyre, edhe të vështirësive që kishte në atë kohë nafta viskoze, dhe që kryeshin dhe proceset veçanta për ta përmirësuar ata. Kjo problemi i naftës ose problemi i ambientit sa po vinte edhe u ishte më evident dhe më shqetësues. Pamjet nga arkiva dëshmojnë qartë për gjendjen e trashëguar nga Bankers. Përmirësimi i mjedisit jo vetëm për të krijuar kushte të përshtatshme për zhvillim normal të operacioneve, por edhe për të pastruar ambientin e përmirësuar, cilësinë e jetesës dhe nxitur zhvillimin ekonomik të banorëve që jetojnë në fushën e Patos Marinzës, ka qenë një sfidë që Bankers e ka përballuar me sukses. I'm Tim Kemp, Bankers Environmental Manager. Bankers is committed to environmental stewardship, as much through its day-to-day activities as through its major health, safety, and environmental initiatives. The ethos of all departments is one of continuing environmental improvement, and this is tied closely with its community investment strategy, which is focused on agriculture, economic development, and infrastructure improvement. Bankers has a dedicated environmental team comprising a composite of expat and national staff. Its expertise include geology, ecology, remediation, risk assessment, as well as environmental monitoring. Since 2004, Bankers' health, safety and environmental budget has increased from 25,000 to over 10 million in 2011. I'd like to take this opportunity to introduce to you some of the initiatives that we have undertaken in the past few years. They are examples of air, land and water improvement, monitoring and waste management. Some areas of the field have long been known to contain hydrogen sulfide,
a poisonous gas. As previous operators of the field lacked the equipment and investment to manage these wells, they were left to vent freely to atmosphere, occasionally with deadly results. A number of these so-called sour wells were handed over to bankers by Al Patrol, and these wells were properly abandoned and fenced, resulting in much improved air quality and community safety. Para, gropa, sere, tëra, kullat ja si që kullat je, kjo se ta mash, ja ashtu ka qenë dhe me gropa jashtë ugarit, në tokë, për parcela, kur tani ai e ka bërë me gur, me tëra, e ka thurur, me kyç, nuk hyn dot atje, vetëm roja, unë si vermen, nuk kam drejt vetë atje. Jo, me firmën për këto rrugë, për këto kuqe jemi shumë kënaqur. Hym në çdo parcel me mjetet tona që kemi. The difference in the amount of contaminated sludge and soil across the field is clear for all to see. The material has been removed for safe storage and monitoring in contaminated soil stockpiles and ecology pits. Further to this, in 2011, bankers ran a treatment trial which examined options for further treatment of this material. As a result of this project, a sludge treatment plant is currently being designed and is anticipated to be in place towards the end of 2013. This will enable us to perform clean-up in areas which previously have not been possible due to the lack of ecology pit space. We maintain a clean-up database which considers candidate wells based on their proximity to sensitive receptors, such as watercourses, schools, hospital and residential areas. Previous operators of the field released produced water direct into the Hojara channel, impacting it as far down as the Simon beach. Bankers has always re-injected its produced water into the deep formation. Since the Al Patrol facility is closed down, the channel water is once again suitable for irrigation and the beach is much improved. We've completed a soil and groundwater investigation and subsequent detailed risk assessment. This involved the drilling of 130 shallow groundwater monitoring wells across the field and enables us to monitor the improvement of groundwater quality, as well as identifying areas where we need to alter our operations or facilities. A number of air quality assessments have been initiated to help us understand our contributions to emissions on both local and national scale. This information is essential in determining the next steps for further minimisation of our environmental footprint. One of the major issues that exists across Albania, not just in the Patos Marinza field, is the lack of a waste management infrastructure. This has resulted in uncontrolled waste disposal and open waste burning, causing serious impacts on the river water and air quality. Bankers respects the waste hierarchy, minimising packaging and waste. We have implemented waste separation across the field, and as much material as possible is reused or recycled. That which is not possible for recycling is incinerated in 2 purpose-built units installed in Bankers' waste management facility. This also avoids the need for landfills. I hope to have given you just a small taste of the projects past and ongoing, and I can assure you that our commitment to the Albanian environment will continue into the future. Qëndrimi I Bankers Petroleum Albania në fushën mjedisore nuk përfshin vetëm plotësimin e një sër standardesh të vendosura nga qeveria shqiptare apo nga institucione ndërkombëtare. Shifrat, matjet, kontrolli sigurisht që kanë vlerën e tyre, por më e rëndësishmja për ne është integrimi I standardeve mjedisore me ato sociale. Duke qenë se fusha naftëmbajtëse ku ne operojmë pozicionohet në një vend të populluar dendur, mbi 30.000 banor jetojnë në të. Departamenti I Marrëdhënieve me komunitetin mundohet të harmonizojë detyrimet ligjore mjedisore me përmirësimin e kushteve mjedisore në komunitet. Për të përmendur këtu është programi I zbukurimit të shkollave dhe I mbjelljes së pemëve në kuadër të cilit deri tani janë mbjell mbi 3500 pemë dhe ndërtuar 4 parqe në komunitetet tona. Apo investimi që kemi planifikuar të bëjmë për të zhvendosur çesmën publike me ujë të ngrohtë të fshatit Marinës në jug të Landfieldit, të menaxhuar nga komuna Kuman, janë vetëm disa shembuj të punës që ne bëjmë për përmirësimin e ambientit fizik në komunitetet tona. Përveç këtyre, Bankers ka pastruar, rehabilituar, mbyllur dhe izoluar shumicën e puseve të naftës që ndodhen nëpër zonat e banuara, sidomos në fshatrat Belin e Kallmi I Madh. Këto puse jo vetëm që ishin të ndotura me mbetje hidrokarbure, por në rastin e Kallmit të Madh çlironin edhe H2S, duke vënë në rrezik serioz jetën dhe mirëqenien e banorëve. Po kështu në sektorin 3 në Belin, por jo vetëm, Bankers ka pastruar, rehabilituar, sistemuar jo vetëm 900 metra katror, sipërfaqen rreth e rrotull çdo pusi, por edhe ndotjen e shkaktuar në tokat e fermerëve, duke ndihmuar kështu drejt për drejt në përmirësimin e cilësisë së mjedisit, por edhe në rritjen ekonomike të tyre. Ka qenë grop sere, erdhën pusat e naftës, ata të naftës, I hoqën, sera, tera, muarën e shtruan me gur, kanë vende ata aty, si që ishte ambienti nuk është. Është më mirë.
Mbase një nga arritjet më të mëdha me ndikim më të gjerë në fushën e përmirësimit mjedisor është trajtimi i ujit dhe rinjektimi i tij në shtresë. Për 10 vjet me radhë, operatori më parshëm ujin që dilte nga procesi i dekantimit të naftës brut e shkarkonte në kanalin e Hoxharës, duke shkaktuar një ndotje masive e cila i kishte shndërruar plazhin e Semanit në një nga pikat më të kontaminuara në Europë. Me ardhjen e Bankers, kjo praktikë u ndërpre dhe i gjithë uji nxjerr nga ky proces teknologjik rinjektohet nën tokë. Në mars të vitit 2012, Bankers organizoi një sër mbledhjesh publike për të bërë informimin e banorëve për studimin e impaktit mbi mjedisin dhe shoqërinë të disa prej projekteve tona më të mëdha, të cilat do të realizoheshin pranë komuniteteve, si naftsjellsi prej 11 kilometrash Marinës Fier dhe Ura Belin Kalm. Prej vëretjeve dhe sugjerimeve të banorëve për këto projekte, u përgatitën edhe plan veprime mjedisore dhe sociale, të cilët u integruan me projektet. Bankers tashmë ka fituar sipërvojën dhe pjekurinë për të qenë një qytetar model, i cili jo vetëm plotëson detyrimet ligjore, por edhe ndikon pozitivisht dhe përmirëson kushtet mjedisore në komunitetet fqinj. Unë quhem Genci Pina, me detyrën inxhinieri pyet komunës Topoj Seman. Këtu jemi në vendin e quajtur Ura Sekrete, e cila para disa vitesh ka qenë një nga vendet ku manipuloheshe gjithë sera e cila vinte nga rajoni Patos Marinës, duke krijuar një impakt shumë negativ jo vetëm për këtë vend këtu, por për gjithë territorin e Bregdetit Semanit. Sasira të mëdha sere, të grupuara me gjithë mbeturinat që gjendeshin rrugës, si shishe plastike edhe mbeturina tjera të ndryshme, manipuloheshin pikërisht në këtë vend këtu. Situatat më të vështira ishin sidomos gjatë verës, kur shtoheshin sasi të mëdha të prurjeve nga vaditjet, edhe rritja e temperaturave e bënte shumë viskoze, kur ato sasira të mëdha mbeteshin mund të ishin me tonë dhe tonelat, duke shkrir, kalonin përmes Urës, duke ndotur gjithë Bregdetin e detit Adriatik në territorin e komunës tonë. Ndërsa sot kjo gjendje nuk ekziston. Kompania Bankes ka ndërmarrë një aksion për bllokimin e burim. Kjo ishte edhe detyra që neve e patëm kërkuar prej kohësh, që në qoftë se nuk do të ndërpriteshin nga burimi, neve nuk do të gjenim zgjidhje për këtë problem. Përveç përmirësimit mjedisor lidhur me krijimin e kushteve optimale për nevojat e veta si pastrimi i shesheve të puseve, Bankers tregon kujdes të veçantë në minimizimin e ndikimeve që vijnë nga operacionet aktuale. Quhem Shpëtim Spiro, që prej 5 vjetësh punonjës në kompaninë Bankers Petroleum Albania, me pozicionin e punës si koordinator në Departamentin e Sigurimit Teknik dhe Shëndetit në punë. Ne e marrim shumë seriozisht punën tonë dhe problemet që na dalin gjatë saj. Një prej tyre është raportimi i incidenteve dhe aksidenteve që ndodhin në punë, aq më tepër ato të ndotjes mjedisore. Në momentin e parë që kemi një sinjalizim për një incident në lidhje me ndotjen mjedisore, raportohet menjëherë tek menaxheri i fushës dhe në departamentet përkatëse atë të ndotjes mjedisore dhe të grupit social. Më pas mundohemi që të tre së bashku të punojmë, të koordinojmë lëvizjet tona për pastrimin e atyre ndotjeve dhe kthimin në një mjedisi në një ambient më të mirë për ne dhe njerëzit që e rrethojnë atë. The number one way a Bankers manages the environment in the field is the procedures that Bankers has in place. Some of the procedures we have is a proper cleanup of a spill, the proper disposal of it, and the number one is the proper team that we have in place 24 hours a day. If there is a spill or an incident out there, the team is ready and knows the procedures to properly clean up the spill. You look at the field 10 years ago compared to what it is now, and it's 100% improvement out there. The canal is a good example. Look at how clean the water is in that canal versus 9 years ago. There's many a times the farmers have stopped us, thanked us for cleaning up their land. The community is benefiting from it. They got cleaner water. The spills are all pretty well cleaned up and contained. Mekanizmi i trajtimit të ankesave merr dhe trajton të gjitha ankesat në lidhje me mjedisin. Sipas procedurës, Departamenti i Marrëdhënieve me Komunitetin, Departamenti i Mjedisit në bashkëpunim dhe me autoritetet vendore investigojnë të gjitha ankesat që kanë lidhje me ndikimin në mjedis. Në rastet kur Bankers ka shkaktuar ndikim, bëhet menjëherë pastrimi dhe rehabilitimi.
Bankers i ka të qarta prioritetet e veta. Ne nuk synojmë thjesht maksimizimin e fitimit. Bankers është kompania që synon një rritje të qëndrueshme duke përmirësuar mjedisin në harmoni dhe duke respektuar